Pas dëshmive nga vetë banor të zonës dhe një letër të shish publikuar në emisionin Iceberg, ku informohej Ministria e Mbrojtjes për uljen e një avioni në aerodromin e Gjandrit, forcat e armatosura nisën punën për bllokimin e pistës duke vendosur bloqe betoni, aksioni i cili po mbikëqyret nga General Frederik Beltoja, si dhe forcat të policisë ushtarake, të cilat u treguan të kujdesshme që të mbanin larg pistës ku punohet edhe përfaqësuesit e medias. Që në orët e para të mëngjesit erdhën për të marrë ca plane në lidhje me punimet që po kryen në aerodromin e Gjandit për bllokimin e pistës. Tentuam disa herë që të shkpusim ndonjë intervistë nga ushtarakët apo banorët që ndodhen rreth pistës, por ishte e pamundur për arsye se ushtarakët na thanë që nuk është e lejuar që ne të japim ndonjë intervistë përveç drejtuesve të lartë. Edhe pse forcat e armatosura janë treguar të rezervuara me përfaqësuesit e medias, banorët tregojnë se nga ushtarakët të angazhuar në këtë aksion për bllokimin e Gjandrit kanë marrë informacion se bloqet e betonit po vendoseshin pikërisht për bllokimin e uljes së avionëve. Ka thonë ushtria. Për mas më ul avionat? Mas më ul avionit. Janë të cilë vi atë gropa prej, mbresh but prej e tjetër dhe këto, kënë të ngopë paka, po punojnë atja, ku janë? Po gropat për çfarë qilen? Mas me pasë mas më ul avionin mbresh but. Me thë shafin. Mësohet se aksioni për bllokimin e uljes së avionëve në pistën e aerodromit të Gjandrit do të vijojë edhe gjatë fillimjavës së ardhshme, ku do të bllokohen dhe pistat rezervë të bazës ushtarake. Ndërkohë, lidhur me aksionin e bllokimit me bloqe betoni të aerodromit të Gjandrit nga forcat të ushtrisë, zëvendës ministri i Mbrojtjes Dritan Hila tha për News 24 se nuk është i autorizuar të japë sqarime. I pyetur nëse ky operacion ka lidhje me avionët për të cilët u hodhën dyshime se transportonin drogë, Hila tha se për këtë temë janë prononcuar të gjithë institucionet dhe tashmë kjo çështje është e mbyllur.